Kur kam ardhur që kam filluar punë këtu, punët ishin me përgjegjësi, se ndërmarrja jonë ka qenë ndërmarrje, do me thënë që kishe një përgjegjësi të veçantë që të punoje në naftë. Dhe duhet të ishe e kompletuar nga të gjitha gjërat që të punoje në sektorin e naftës. Unë kam punuar si fillim, isha te sistemi gatishmërisë. Më vinin punët, i bënim dhe ato shkonin, iknin makinat në pus. Pastaj, gjatë marrjes së kategorive, gjatë hap pas hapi së marrjes së kategorive, unë fillova pastaj që të punoja në punët që kishin akoma dhe më shumë përgjegjësi. Punët që kishin më shumë përgjegjësi ishin që nga ndërtimi i agregatëve, që kemi bërë bazën, kemi hedhur pjesët, kemi bërë makina përzierëse. Në bunker, ishin bunkerët e çimentimit, që bëshin çimentim dhe ato kishin brenda tyre janë disa pajisje që ato kuputeshin gjatë punës së çimentimit në pus. Dhe atje unë jam futur dhe kam punuar, salduar brenda në bunker. Pastaj kemi bërë autobote, kemi marrë makinat Saurelat që ishin kështu dhe kishte nevojë al petroli për një periudhë. Po, ndërmarrja kishte nevojë për autobote dhe i kthyem. Kemi bërë bazën, kemi hedhur autobotin që ka ardhur, e kemi hedhur, i kemi montuar, kanë punuar kaq vite, kanë pasur për shembull autoboti gjatë të tjerët që kanë qenë, kanë rrjedhur, se të vjetra ishin, nga kjo i kemi vendosur atje. Ajo është puna akoma me përgjegjësi, me inxhinierin mekanik, kemi bërë ato detyrat që ysmetin i flasim ne në gjuhën mekanike, punës pastaj edhe kam salduar edhe autobot. Po. Nuk jam as pak e lodhur, më ngjan sikur unë kam filluar sot, sepse unë e kam dashur këtë profesion dhe nuk jam larguar pavarësisht vështirësive që kam pasur në punë dhe kjo punë. Si thonë, ka shumë vështirësi dhe ka shumë përgjegjësi, se jo të gjithë e duan, po e deshe, e bën. Nuk, ata më shikonin mua që, nuk e di dhe, më shikonin që unë isha e lodhur dhe e përkushtuar në shtëpi, i rrita 2 fëmijë, i kam shkolluar, më kanë mësuar shumë, më kanë mbaruar te dega e mjekësisë, të 2, me master me të gjitha, dhe sot janë në punë, të 2 kanë mbaruar. Zanati nuk u kaloj atyre. Këtu në për këto ndërmarrje tona tek kompania jonë, disa kanë marrë disa djem, i ka marrë një ndërmarrje tjetër, i kanë marrë, por që duhet të vinë dhe të vinë, përderisa unë isha vajzë. Kam filluar 16 vjeç e gjysmë, që një vajzë mund të ashtu, kam filluar 16 vjeç e gjysmë. Jo me djem që janë më të fortë, vetë nga natyra ne jemi. Megjithatë, mos të shikojnë që është zanat, është shumë i bukur. Po edhe unë për vete flas si Vera, e kam punën time sikur e qendis, sikur ato vajzat që qendisnin pajën. Dhe unë e dorëzoj me përgjegjësi. Çdo punë që më është dhënë, kudo ku kam vajtur, kam punuar me shumë pastërti dhe me shumë dinjitet. Lë kokën për punën.